Bari i sulmuesit shqiptar Marvin Çuni ka rënë zyrtarisht në serinë C pas një barazimi pa gola në 2 ndeshjet e play-outit të series B ndaj Sud Tirolit të Frederik Veselit dhe Silvio Merkait. Ekipi i drejtuar nga Fabrizio Castori siguroi mbijetesën fal pozicionit më të mirë në renditjen e sezonit të rregullt. Avantazhi prej vetëm 1 pike në kampionat rezultoi vendimtar në fund. 2 përballjet prodhuan shumë tension, por asnjë gol, duke i lënë Barin pa mundësi shpëtimi. Ky është një zhgënjim i madh për klubin pugliez, që sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e tretë italiane. Mbrëmje festive për Veselin dhe Merkain, ndërkohë që është zhgënjim për Marvin Çunin, i cili luajti si u huazuar nga Rubin Kazani, teksa në fund të sezonit do të duhet të kthehet te klubi rus. Steven Shpendi është një nga futbollistët shqiptar të cilët presin ftesën nga kombëtarja për të treguar sa vlen me fanellën kuqezi. Dhe djaloshi e ka treguar plotësisht se e meriton, pas një sezoni të shkëlqyer me Empolin në Serin B, ku me 15 gola ishte golashënuesi i tretë më i mirë i kampionatit. Këto paraqitje, përveç kombëtares, mund t'i garantojnë edhe kthimin në Serin A. Presidenti i Empolit, Fabrizio Corsi, në një intervistë të lëshuar së fundmi, ka shpjeguar se për Shpendin mund të ketë interes nga klubet e elitës, dhe për të është një mundësi e mirë që të shes një futbollist e përmirësoj bilancet ekonomike të klubit. Shpendi është që tani një lojtar vendimtar dhe ka ende hapësira për mirësimi. Sipas meje, mund të ketë që tani merkato në Serin A. Është ende herët, ne do të na pëlqente që të gëzonim me të për një tjetër vit, por pastaj të shohim edhe kushtet ekonomike, të cilat për ne janë thelbësore. Ne bëjmë futboll pa pasur një pasanik në krye, u bën 30 vite që bëjmë futboll kështu. Unë duhet të sajohem duke zgjidhur gjithçka me investimin të të rinjt, duke i vlerësuar dhe duke i shitur, tha ai, duke lënë të kuptohet se Shpendi mund të largohej që tani drejt një klubi të seris A, nëse do të shfaqeshin kushtet e duhura ekonomike. Steven Shpendi ishte heroi i Empolit në këtë sezon. Dje shënoi 2 gola për t'i siguruar klubit mbijetesën në Serin B, ndërsa mjaftoi barazimi 2-2 ndaj Monzës. I pari erdhi pas 32 sekondash lojë, ndërsa më vendimtari në minutën e 91. Shpendi e mbylli i treti në renditjen e golashënuesve me 15 gola. Pas ndeshjes, i emocionuar, tha fjalën e tij. Çfarë emocionesh, çfarë ndjenjash për këtë mbijetesë të arritur kështu? Ishte vërtet një mbijetesë e pabesueshme. Ndjem emocione shumë të forta. Luftuam kaq shumë për të arritur këtë qëllim dhe arritja kështu na bën vetëm të festojmë në maksimum, me lumturinën më të madhe. A mund të na tregoni pak edhe se si shkoi festimi në dhomën e zhveshjes? Festimi po shkon vërtet mirë, po festojmë si të çmendur në dhomën e zhveshjes sepse vuajtëm shumë, siç thash më parë. Dhe edhe tani, pas kësaj interviste, do të vazhdoj të festoj me ta sepse e meritojmë. Të gjithë këta shok skuadre e meritojnë për sa shumë kemi vuajtur këtë vit. Çfarë mendoni se bëri ndryshimin në gjetjen e energjisë, forcës, zgjidhjeve për të dalë nga një situatë e vështirë? Jo. Ishte padyshim thelbësore që biseduam me njëri tjetrin kaq shumë herë, por të arritur në një pikë ku i dham vërtet njëri tjetrin forcën, të gjithë së bashku. Gjë që donim të bënim, të luanim si ekip, jo si individ, të ndihmonim vërtet njëri tjetrin në këtë. Kjo bëri ndryshimin në këtë ndeshje finale dhe ne dham gjithçka. Shënuat 15 gola. Çfarë mësoni nga ky sezon? Jam vërtet shumë i lumtur me sezonin tim për sa i përket shënimit të golave. Dhe pastaj sigurisht shënimi i këtyre 2 golave sot, pasi bëra gabime javën e kaluar, ishte pikërisht ajo që doja, sepse gjithë javën kam punuar për të rifituar përgjegjësinë për këtë ndeshje, pas gabimeve të mia, dhe nuk mund të kisha kërkuar asgjë më të mirë. Cila ishte gjëja e fundit që ju shkoi ndërmend kur e pat topin të shkonte në rrjet? E po, gjëja e parë që mendova ishte nëse do të kishim qenë të sigurt me këtë gol. Sinqerisht, po pyesja veten nëse ishte një vendim për pozicion jashtë loje. Nuk e di. Sapo gjyqtari sinjalizoi, menjëherë pyeta Stolin se cila ishte renditja, nëse ishim të sigurt apo jo. Pra, kjo është gjëja e parë që më shkoi ndërmend.